Për nisjen e fazës përmbyllëse të kapitujve me Bashkimin Evropian ka pasur kërkesa strikte të Gjermanisë, po edhe të ndonjë vendi tjetër, të cilat janë shprehur edhe në vlerësimet e tyre menjëherë pas mbledhjes së konferencës së 8 ndërqeveritare. Ju shqetësojnë këto kërkesa strikte edhe këto, si thua, kujtesa që i bëhen Shqipërisë, ndoshta duke ulur pak atë ritmin e euforisë? Shiko, ky nuk është ritëm e euforie, ky është ritëm si rezultat i punës. Sepse ritëm e euforie do ishte nëse ne do të flisnim përpara kohe për gjëra të cilat akoma nuk i kemi arritur. Ne e prisnim i barin dhe e prisnim dhe në moment teknik, sepse pa i barin nuk mund të kalonim në lidhjen dhe kemi qenë gjithmonë koherent me ato çfarë kemi thënë dhe jemi të vetëdijshëm për procesin që kemi përpara. Sigurisht që çdo kërkesë, sidomos kur vjen nga vende të cilat e kanë mbështetur gjithmonë dhe vazhdojnë ta mbështesin Shqipërinë, siç është edhe Gjermania, atëherë ne nuk na shqetëson kjo gjë fare, përkundazi ne në shumë përgjegjësi duhet jemi absolutisht shumë më të saktë në gjithë çfarë do të bëjmë tani e dijmë, dhe jemi të hapur dhe jemi bindur që do të arrijmë bashkërisht që të punojmë fort për të arritur gjitha këto kërkesa, madje edhe kur ato mund të jenë specifike. Po, zoti Malaj, flas për eufori sepse kujtojmë Malin e Zi që në vitin 2012 kishte 33 kapituj me Bashkimin Evropian dhe ja ku jemi sot pas gati 14 vitesh, ka mbyllur provizorisht vetëm 14 kapituj, megjithatë shpresojnë që në 2028, pra 2 vite para Shqipërisë, të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Keni shumë të drejtë. Ju e dini që ne në fakt ky është problemi. Ne kemi bërë çdo gjë në kohë rekord. Duke qenë se kemi bërë hapje në gjithë kapitujve në kohë rekord, tashmë pritet i njëjti vrull, i njëjti ritëm për çdo gjë. Dhe në momentin që ka, nuk po e quaj vonesë, por nëse ka një afat caktuar